Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak u miratuan disa vendime të rëndësishme për qytetarët, si ndihma ekonomike për njerëzit në nevojë apo bonuset e qiras, privatizimet e disa banesave. Dy pikat që u debatuan ishin e para vendimi për emërtimin e rrugës Kongresi Arsimor Lushnjë në lagjen Çlirimi që u miratua. Kërkesa për emërtimin e rrugës së re, që është pranë Përrojt, pas drejtorisë së policisë, ka ardhur nga drejtori i Muzeut Historik Niko Ferro. Gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese që u vlerësua nga këshilltarët e opozitës dhe pozitës si iniciativë pozitive për datat dhe ngjarjet historike, kryetari i grupit të opozitës Klement Shela u ndal tek problemet shqetësuese që sjell Përroj për qytetarët me investimin madhështor, por me punime të dobta. Te 3D-ja nuk ishte as i tub të ujrave të zeza, s'më rezultonte. Vetëm e Nikon tani të shikoj se si derdhen në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Lere pastaj mirëmbajtjen që duhet kryer bashkia, sepse realisht është një investim rishtasi së fundi, realisht e pritëm me shumë dashamirësi, patjetër që duhej dhe një fytyrë tjetër atij projekt, por ama më rezulton vetëm një kantier ndërtimi që thjesht pastroi ca ferra, u shtru dhe një rrugë dhe kaq. Asnjë gjë nga ajo çka u premtua. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa e pranoi këtë fakt dhe deklaroi që nuk e ka marrë në dorëzim për shkak të punimeve të dobta Përrojnë që vazhdon të rrjedh mes qytetit, duke përhapur sëmundje erë të keqe dhe duke prishur anën estetike të tij. Për shkak të cilësisë jo të duhur të punimeve që janë bërë atje, nga ana e institucionit të bashkisë, nuk janë marrë në dorëzim investimi, i është bërë dhe një analizë laboratorike me Institutin e Ndërtimit, i cili është institucioni kompetent për të parë cilësinë e betonit, asfaltit e gjithë elementeve të tjerë, i është përgatitur një raport dhe shkresë zyrtare Fondit Shqiptar të Zhvillimit me të gjitha arsyetimet pse institucioni i bashkisë nuk i pranon punimet e këtij objekti dhe që kemi kërkuar të rifillojnë dhe njëherë të bëhet sistemimi i projit ashtu siç është quar në projektin që ka aplikuar Bashkia Lushnjë. Pika tjetër ishte vendimi për përdorimin e fondit rezerv për mbulimin e shpenzimeve për klubin e futbollit Lushnjë. Shtesa në fond 5 milion lekë të reja nuk u miratua nga mungesa e këshilltarëve të Partisë Socialiste, ndërkohë që edhe opozita kishte mungesë të numrit të këshilltarëve, por ata ishin kundër këtij vendimi, siç argumenton kryetari i grupit të djathtë Çela. Në këtë situatë që jemi, ekipi i futbollit nuk meriton të marrë dhe të heqë lekë nga taksat e qytetarëve që mund të shkojnë për shërbim qytetarëve dhe të kemi këto rezultate. Sepse unë sfundi kam parë që një ekip të pa impenjuar totalisht. Vetë më korrigjoj kush është specialist i fushës, por unë kam parë një katraur. Përsa i përket anës sportive, aq sa shikoj unë si sport dashës. Unë mendoj se aty problemi është më shumë se sa trajneri. Aty është çështje impenjimi, çështje keq menaxhimi, çështje mungesës serioziteti, çështje pa dëshire. Unë mendoj se ata njerëz futbollista në rastin konkret, që nga drejtuesit dhe deri tek futbollistët, nuk e meritojnë përfaqësojnë atë fanellë. Ashtu siç e përmendët ju, të njëjtën gjë i kam thënë dhe unë disa ditë më parë, duke i thënë që nëse deri tani kemi vazhduar duke penalizuar vetëm trajnerët, tani do të fillojmë të penalizojmë ekonomikisht dhe futbollistët, sepse vazhdojmë me teorinë që s'ka gjë se po pati probleme ekipi, ikën trajneri, vjen një trajner tjetër, ndërkohë që ata të vazhdojnë ta marrin rrogën siç kanë qenë. Dhe stafi teknik i kanë kërkuar që të fillojnë të marrin masa me penalitete financiare ndaj futbollistëve, të cilët nuk shfaqin performancën dhe dëshirën për të qenë pjesë e klubit. Në fillim kampionati ne kemi pasur shumë dëmtime. Rëndësishme madje. Dhe ju siguroj që kjo situatë do ndryshojë shumë shpejt. I keni tabelat e urendosur siç ka dhe kryetaria për gjithë shpenzimet që kemi pasur. I gjithë fondi, pothuajse i gjithë fondi ka shkuar vetëm për pagat e tyre për të ngritur nivelin e ekipit. Domethënë, nuk shkon 500 milion lekë, 50 milion lekë reja që është ditë vetëm për ekipin e parë. Janë dhe të gjithë struktura mbështetëse brapa, punonësit, mirëmbajtje, transporti, ushqimi, hoteleria e shumë gjëra tjera. Do të thotë që ekipi nuk i harxhon ato lekë gjitha. Megjithatë, si ta mendoni ju, unë nëse doni t'ju jap një statistikë në një vend, pak për akademinë që ndjek vetë personalisht, sepse ekipi i parë ka një staf tjetër mbështetës që është trajneri, shefi i klubit dhe tjetër, por akademia e futbollit
klubi Trushit sot është një nga akademitë më të mira në rang Shqipërie, po të them po ju them që është një akademi që ka të fituar më shumë trofë nga vjet dhe si vjet. Është një akademi që përfaqësohet me dinjitet në çdo kategori ku luan.